Ky kupon jo rastisht gjendet në dorën time. Një bukë e kisha bo 5 euro. 2 euro që kjo macchiato, prej 1 euro ka shku në 1,50 vende. Këtu po, në Londër nuk është trajt. 8 euro për ashtu që dhejtëshën me njëharë. Të dashur shikues të Zoom, ky kupon jo rastisht gjendet në dorën time. U myta tu pikafe tu harxhu, domethënë kamerman, 2 euro që kjo macchiato, prej 1 euro ka shku në 1,50 vende. Tash është marrë vendime me shtrajntimin e rrymës me 16% e famshëm, janë rritë edhe çmimet bazë. Kamermana, mendon edhe ti që kafja është nevojë në ditë sodet? Unë për vete po, kështu që hej, do më thonë 4 macchiato në ditë i bjan 8 euro për ashtu që dhejtëshën me njëharë dhe bye. Çka kanë me thonë qytetare në lidhje me 2 euro me çmimin e kafës, a ka me pas mendime pro kontra atë qyshe tek do i kuptojmë së bashku vetëm pas pak, kështu që hajde në këtë shkojnë. €2 kafja, është shumë për ju? Ja, për zotni nuk është mërë çfarë. Pse po mendon kështu? Disa gjona që janë elementare, bile herë shumë lirë, duke fillu prej bukës. Nëse vetëm pak jo që po bëni tash i tërvisur këtë moment në qytet, dini ka ku janë pikat për kontenera, keni me pa disa buka është e hudhën që gjuhet, s'ta mërmenja. E po mendon që kështu na kujdesemi ma shumë për të? Do të mja ditë vlerën, sa e kije. Unë të isha pytën, një bukë e kisha bo 5 euro, kafe më bënë 2 euro. Shumë është, po ta shumë e bojë kemë një ditëlindje vëlla dhe 2 euro do të. E pagun do me pa. E paguj, për ditëlindje po. O si pi heq kafet, 2 euro shumë. Për njerëzit që s'kanë, Veca e paguva prej 1,5 është shumë. nështë për dikon s'është kur gjë, ajo është falë, për dikon është shumë. është nevoj, 2-3 ditje të paktën, Unë- 6 euro. Unë nuk i pi heq, s'kam qef, po për dikon është shumë është 2 euro. Për e tjera, të ishtë një kafe 2 euro, tjera. Varet ku, në Londër jo. Prishtinë, sa po më ndodhe? Këtu po, në Londër nuk është trajt. 2 euro kafja, është shumë. Shumë. A e pin? Jo. Mendoj që ushtrit ekonomia, po gjithësi, dhe me thonë, çmimet kafja është një send që po to s'mon është po pjesë e përditshme e jetës. Nuk është më luks sipas meje. Mendoj se për disa njerëz që punojnë, është e mirë se e mësu është për organizu me kafen edhe besoj që nuk është e shtrejt. Për shkak se të rrugat tash janë hyp edhe përgjithsisht boka rruga minimale 250 euro, maksimale është 1000 euro. E kështu që është arsyeshme. A jeton në Kosovë? Herë këtu herë atje. A ma mirë këtu atje? Po e shumë familjen i kam atje krejt. Unë po pres atje me të vetë, po vend tonë është rehat. Si vend tonë preja kërkon së në gjem, po prapë se prapë gurbeti po na shtin me shku për shkak familjarëve. Se për ndryshim, a mirë këtu. A mirë këtu. Vendi vetë shtratit. Kafja, është shumë gjagj. Pa qërë që pasë kush ka pare nuk është shumë, pa ata që s'kan pare është shumë. Sa i pinin ditja? Varët vëllaj kanë erë dej mas pakti, dej 7-8 kafe. 7-8 kafe, ka 2 euro shumë zoj, pitë rroga. Shtrajt, kanë sajtu. Ne që halo mirë që kanë sajtu përveç që e kafja fillë, disa po. Ja ka njës me shajtu veç halo se kanë shajtu krejt. Ada po thoi që ta shtë më bojë një kafe 2 euro. A o konën një 20 që aty. Demek të vonë që 2 euro. Ja përshë që e dita. Që e dita, hitë pek. Alo po shajtu rima i ka shajtuaj, që e korneri. Alo po shajtu rima i pari, të tjerë të halo se kanë shajtuaj. Falimderit shumë. Edhe këta shtrejtojnë. Edhe këta i shtrejtojnë, një të se këta vesh po presin. Si të shqiptonaj edhe këtë tjetër e shqiptonë.